Shqiptarët në diasporë nuk janë më vetëm pjesë e tregut të punës, por gjithnjë e më shumë po ndërtojnë bizneset e tyre në tregjet ndërkombëtare. Shtetet e Bashkuara të Amerikës mbeten një nga destinacionet më tërheqëse për sipërmarrësit, megjithse konkurenca është sfida më e madhe. Për të hapur një biznes në SBA nuk është e vështirë, në fakt është më e lirë se në Europë. Kemi më pak birokracia, më pak procese. Vështirësia është të mbizetrosh në treg. Nga bizneset tradicionale në ndërtim dhe gastronomi, sipërmarrësit shqiptar po shtrihen gjithnjë e më shumë edhe në fusha të reja si teknologjia, inteligjenca artificiale, financat, logjistika dhe shërbimet profesionale. Sipas sipërmarrëses Marsila Bjaxhak, pandemia dhe zhvillimi i biznesit online ka ndryshuar ndjeshëm profilin e sipërmarrjes shqiptare në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ka qenë gjithmonë shqiptarë njihen sikur punojnë ose në ndërtim ose kanë piceri. Sepse mendoj ka qenë fillimet e shqiptarëve ku ke një mungesë gjuhë, mundohesh të hapësh një biznes që mbase nuk ke nevojë të kesh shumë fjalor biznesi, nuk ke nevojë të kesh shumë terminologji të gjerë. Por në 16 vite, sidomos gjatë mbas pandemisë, kur biznesi online u bë global, pra nuk ishte më dyrë dhe dritare, marketi ishte hapur për të gjithë, kam parë një zhvillim shumë të madh të sipërmarrësve në industri të shumta. Kam parë zhvillime të studiave ligjore, financa, taksave, kompani AI, cybersecurity, IT, agjenci marketingu dhe në sektorë të ndryshëm të transportit, logjistikës, por një gjë tjetër karakteristike që kam parë jo vetëm në Shqipëri, po e kam parë në vend diasporë dhe në vende të ndryshme, kemi një rritje të madhe të sipërmarrësve gra. Sipas saj, edhe vetë koncepti i ëndrrës amerikane ka ndryshuar. Sot teknologjia u jep mundësi sipërmarrësve të krijojnë dhe zhvillojnë një biznes amerikan edhe pa qenë domosdoshmërisht fizikisht në SBA. Ëndra amerikane ishte. Pra, më shumë shqiptarë kishin hidhnë në llotarinë. Dhe tani, nëse ëndra amerikane ka qenë fizike shtyr në internet, në online. Që do të thotë që çdo biznes mjafton kudo që të jetë, të nisë një biznes online, mjafton të di të rrisja të markë, të ke klientët e parë me emër, nuk e pengon një kompani amerikane të arrisë dhe ta zhvillojë nga është.